Unë do t'i qoj në burg tërë, nga i pari tek i fundit. Në burg apo do arrin në një vendim si në rastin... Jo, se ka me fuqin, unë po të kisha berë atë e kisha berë që para 15 vjetë se beja sot. Sa vite keni që merreni me drejtë? 17 vjetë, 15 vjetë, kokër më kokër, me letrat të vërtetuara nga prokuroria dhe nga gjykatët. Çdo ditë vinë vendime dhe shiko çka kanë gjetur një variant. Sepse gjykata për të drejtat e njeriut ka thënë kështu. Do më thënë që nuk duhet lëndohet njeriu pa pasur prova, të ruhet sekreti i të dhënave personale, të mos akuzohet pa faj njëri tjetrin. Haroj një gjë, që këtu viktima jam unë dhe gjykata për të drejtat e njeriut flet për mua, nuk flet për shtetin. Gjykata për të drejtat e njeriut nuk mbron shtetin, mbron njeriun e viktimizuar. Në radhë të parë, nuk mbron kriminalin. Dhe këtu kriminali është shteti vetë. Për të bërë një rezume për gjithë ata që na ndjekin për të hyrë në brendësi të temës, cila është problemi që ju keni me gjykatën? Që kam me gjykatën? Pronësie, problem... Atëre, duke filluar që nga aja, Banka e Shqipërisë, Banka Intesa San Paolo, kompania Western Union dhe Banka Raiffeisen, po është dhe një bankë tjetër që nuk është pjesë e vendimit formës prerë, kanë grabitur çdo qindark që vjen për mua për shkak të shërbimeve të mia që nga viti 2008 e këtej. Pjesa më e madhe parave i ka vjedhur Sali Berisha me shok, nga viti 2008 deri në vitin 2013. Të ardhur që vinë nga biznes? Të ardhurat vinë nga shërbimet dhe shteti di shumë mirë se çka kam bërë. Unë punoj për shtetin. Dhe shteti mbie me shqelm, ky shtet qelmanik. Ky shteti poshtë, ky shtet vëllëqësir, më poshtëron mua dhe më sulmon nga 4 anët, është munduar të më marrin jetën kush e di sa herë. Pra ju kanë hequr nga puna apo si? Jo, më grabisin, më vjedhin parat, i fshejnë atje, është shkruar në vendimin e formës prerë. Fshejje transfertash, deklarimi rrem para prokurorit, pastrim parash që vinë në emrin tim, pastrim parash, marrje në mbrojtje të njeri tjetrit, korrupsion, janë të gjitha vepra penale që në sekondën që ka dalë ai vendim, të tërë ata duhet shkonin në burg. Asnjëri në burg, asnjëri i thirrur nga policia dhe nga prokuroria, deri tani, asnjëri. Lekët i kanë marrë, jo kanë hequr nga banka dhe i kanë përdorur për... I kanë marrë, Banka e Shqipërisë i ndihmon bankat e nivelit të dytë që të fshejnë parat. Çdo gjë ata. Edhe tani kanë zhdukur gjithë dosin në Bankën Intesa San Paolo. Të njëjtën gjë ka bërë Banka Raiffeisen. Dhe të tëra këto veprime i mbulon Banka e Shqipërisë, që ka vjedhur dhe vetë. Ju keni hedhur në gjyq Bankën e Shqipërisë tani? Të tëra bankat. Është vendimi formës prerë, duhet ishin arrestuar ata që në datën 15 maj vjet të 24-s. E kuptoni jo bejo? Këta nuk e regjistrojnë fare prokurorët, sepse e dinë që po e regjistruan janë të detyruar t'i arrestojnë, prandaj se e regjistrojnë fare. Këtu ndodhin gjëra të paimagjinueshme për ligjin. E dini? Dhe prandaj ata gazetarët që kanë studiot e mëdha nuk pranojnë të flasin me mua. I kam hedhur disa video, nëse i keni parë. Që unë i ndjek gazetarët nga mbrapa. Keni parë ju që qytetarit të ndjek gazetarit nga mbrapa? Që gazetarit mos i bëj përshtypje fare që është një vendim i formës prerë i paregjistruar me $50 milion brenda, jo me 1-2. Pra, të ardhurat që ju kanë marrë nga llogarit janë $50 milion? Janë çik më tepër ato, po 50 milion janë të shkruar në vendimin e formës prerë. Ti pas kam shumë se buxheti i shtetit. Po pra, unë kam shumë se buxheti i shtetit. Bile ata prokuror thonë atje prit sa ti grumbullojmë ne se shteti s'ka para. Shteti mban vetëm me paratë mia? Po na shojnë kurrë, kush ti hedh lekët? $50 milion është shumë. Atëherë se kush më hedh lekët, mua shko pyet në prokurorit, ai hapun përgjigjen. A pyet Altin Dumani se i ka dhe ai të tëra. Po pra, se kush është Altin tjetër? Atëherë Altin Dumani, sa për Altin Dumani ai ka mbi $1 miliard të mjet. Të mjet. Ka atje, ka 3 vjet që ka shkresën atje, e nuk lëviz nga vendi. Unë jam budalla, Kthej që këtë. Kthej që këtë. Kthej që. Do të shikosh vendimin të zotëri që më thuaj mua budalla, se ka shumë si ty, keti. Të më sjarosh ti, Nuk e se si sjarosh, ai po flisin intervistë. Po flet, nuk e mendimin, ata ajo është fort. Mirë më mirë, shtu se sa të bunin festë. Pastaj kur flet, pastaj
Është mbushur Shqipëria me këta lloj kështu. Dhe kanë të drejtë, di pse kanë të drejtë. Se prandaj mbyllen ato ato të televizionit atje të madh. Që ti shikojnë të gjitha dokumentat nga e parë deri në fundit dhe pastaj shikojmë flet dot ashtu ai. Vim tek tema. Jo, kjo është pjesa kryesore. Kjo është pjesa kryesore. E kuptoni ju apo ja? Që ata kanë mbjell gjithë opinionin publik kundër meje me këtë lloj kështu. Sepse prandaj se hapin televizionin atje që të shikojnë, ta nxjerrin me shkresën e gjykatës, të prokurorisë, të mia, të gjitha, të nxjerrin të tërë atje. Qesh ai atje. Shikoj atje. Fale, çka ke për të folur? Po çka ke për të folur? Le. Nuk mund ta marrë njeriu. Të më çohesh mua atje. E lëm. Ta tregoj trapin unë ty. E mbyllim. Mua. Jo për çka? O zotëri, po leja më vlerë se ne ndërëzish. Hajde, ojnë. Po ti më ofendove mua, qysh mu... Hajde, më burë, më një se na e... Shpresojmë që drejtësia të vejë në vend për të gjithë. Drejtësia duhet të vejë në vend se s'bën. Pse vetëm në Shqipëri ndodh që njerëzit të ikin gjysma e popullit e të mos ketë reagim. Dhe njerëzit nuk ikin kot nga vendi. Ikin nga vendi sepse ata janë të poshtëruar, të dhunuar, të dëbuar qëllimisht nga vendi. Për t'i vjedhur, për t'i grabitur, për të vjedhur pasuritë e njerëzve, për të vjedhur dhe pasuritë e vendit tëra. Këtu një ish udhëtar i jepet Izraelit. Ju nuk e kuptoni çdo të thotë që i jepet Izraelit. I është dhënë Kashnerit, po Kashneri është Izraelit. Dhëndri Trumpit është qifut. Dhe sa për djeni, Izraeli po pushton të gjithë ishujt, ka pushtuar po thuajse gjithë Qipron, gjithë bregun grek të Qipros. Se kuptoni vetë, gjithë ata që po ikin nga Izraeli, qytetarë që kanë frikë andej, kanë vajtur e pozent gjithë brigjet për të krijuar koloni. Po e marrin Sazanin për të krijuar koloni për Izraelit. Ju nuk e keni idenë se çfarë po ndodh. Qëllimi i Izraelit që do të pushtoj komplet. Izraeli është vendi i psikopatëve, nuk e kuptoni juve se vetëm një psikopat mund të vrasë një popull të tërë, ta rrafshojë komplet, siç po bën me Palestinën. Atë që po bën me Palestinën, do bëj me të tjerë, këtë plan ka. Ai thonë se merr atë Sazani i bie na vrasë edhe ne. S'do të vrasin, do të fusin në sherr. Njësoj është. Do të fusin në konflikt se s'bën. Atë punë kanë bërë ata gjithë jetën. Se po e bëjnë sot, kanë gjithë jetën që e bëjnë atë punë. Po ju se kuptoni se për çfarë i mbjellin të gjitha njerëz. Ju se kuptoni pse mbajnë në qeveri Edi Ramën. Për çfarë e mbajnë në qeveri Edi Ramën? Ai e mban. Shteti Izrael, po kush e mban? Ka lidhje direkte me Izraelin? Direkt. A nuk e mori ai para 6 muajsh mori dekorat në Izrael? Merr kryeministri i vendit më të vuajtur të botës, që jemi neve, që kemi ndendur 20 shekuj në pushtime, të masakruar nga romakët, nga turqit, nga italianët e tjera, ne bëhemi me Izraelin që masakron një popull të tërë, Palestinën, kë kulmi. Kur gjithë bota hidhet kundër Izraelit, kryeministri ynë është me Izraelin. Që ne duhet ishim të parët kundër tyre. Pastaj është për vetë mbrojtje kjo? Për vetë mbrojtje të kujtë? S'kemi fuqi. Po pse Liechtensteini ka fuqi? E dini ju se në botë janë vetëm 4-5 ushtri që kanë fuqi, të tjerë të jetojnë pa ushtri praktikisht. Ne po e fusim veten në konflikt. Me atë lloj politike. Edhe me këta lloj gjyqtarësh e prokurorësh. Flas për ata që me të vërtet kanë bërë faje, i lem janë të tjerë, s'kanë pse ta ndjejnë veten të ofenduar. Bile duhet ta ndjejnë veten krenar që bën një detyrë që i shërben popullit, kur i shërben me të vërtet. Ndërtoni një opinion që t'i japin popullit vërtetësi, që të shikoj të vërtetën në sy, sepse kjo është detyrë e gazetarit. Kush do të debatoj me mua, kur t'i doj kokra e qefit, aptazi, jo kështu